Në Leposavić solemnisht u festua festa e tempullit dhe komunës Shën Vasilia Ostroshki. Ngjarja qendrore ishte liturgjia e shenjtë i peshkpore, e cila u shërbye nga igumeni i manastirit Srnareka Andrej dhe priftërinë të vendas. Arkimandriti Andrej u tha pranishëve se fitoria Shën Vasilit te Ostrogët është një fitore që shliron nga vdekja dhe mungesa e kuptimit në këtë jetë. Së bashku me një numër të madh besimtarësh në kremtimin morën pjesë përfaqësuesit e komunës së Leposavićit dhe komunave fqinje, zëvendës drejtori i Zyrës për Kosovë dhe Metohi Dušica Nikolić dhe ndihmës drejtori i Zyrës Miloš Terzić. Terzić tha se populli serb nuk duhet të përsërisë gabimet e tij historike dhe se duhet të qëndrojë pranë shtetit serb dhe kishës ortodokse serbe, sepse, siç tha ai, kjo është e vetmja garanci se ata do të mbrojnë themelet e identitetit kombëtar. Pas ndërprerjes së djeshme të 14 të seancës konstitutive të Kuvendit të Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës së bashku me Partinë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjen Demokratike të Kosovës paraqitën një kërkesë për vlerësimin e kushtëshmërisë së vendimit të Kuvendit të Kosovës për formimin e Këshillit për votim të fshehtë, si dhe për vendime të tjera të marra në seancët e mbajtura. Këtë njoftoi më herët deputetja Time Kadria, e cila kritikoi lëvizjen vetëvendosjes, siç deklaroi ajo, për bllokimin e punës së Kuvendit dhe shkeljen e kushtetutës. Sipas rezultateve të zgjedhjeve të djeshme në Shqipëri, pasi u numëruan më shumë se gjysma e qendrave të votimit, Partia Socialiste e Edi Ramës ka 52% të votave, që do të thotë se Rama do të jetë kryeministri i vendit për herë të katërt radhazi. Komentatori politik Predrag Rajić vlerësoi për Kosova Online se fitoria e Edi Ramës ishte e pritshme, veçanërisht duke pasur parasysh se ai është një partner i dëshirueshëm si për Evropën ashtu edhe për Amerikën. Komentuesi nga Prishtina Shkelzen Maliqi thotë gjithashtu se fitoria bindëse e Ramës ishte e pritshme dhe thekson se strategjia politike e Ramës është të përmirësojë marrëdhëniet e Shqipërisë me të gjithë fqinjet e saj. Analisti politik nga Tirana Ben Andoni thotë se Kosova nuk e kishte vendin e saj në fushatën politike në Shqipëri dhe shton se për shkak të pozicionit të Edi Ramës në pushtet dhe siç vlerëson ai, pushtetit e dobët të Albin Kurtit në Kosovë nuk pret që marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Kosovës të jenë në një nivel më të mirë as në të ardhmen. Analisti nga Shkupi Petar Arsovski thekson se Edi Rama pothuajse gjatë gjithë fushatës foli për integrimin evropian. Ai thotë gjithashtu se tani mund të pritet një farë frustrimi dhe xhelozie midis shqiptarëve në Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut, të cilët, siç thot ai, janë të bllokuar në rrugën e tyre evropiane. Analisti politik Ilir Deda vlerësoi se Sali Berisha ashtu dhe Edi Rama kanë rolin e tyre në rrugën historike të Shqipërisë. Ai deklaroi se Berisha është meritor për hyrjen e vendit në NATO, kurse transformimi i Shqipërisë në një destinacion turistik dhe ndryshimi i plotë i imazhit të shqiptarëve në Europë përkasin Edi Ramës. Analisti Visar Ymeri beson se Albin Kurti nuk ndërhyri në zgjedhjet në Shqipëri këtë herë sepse mori paralajmërimet nga miq ndërkombëtar, veçanërisht nga Gjermania, por edhe sepse nuk ka mbështetje në asnjë parti politike në Shqipëri. 5 organizata të shoqërisë civile nga Mitrovica e Veriut paralajmëruan se në javët e fundit ka pasur një rritje të rasteve të ngacmimit të grave dhe vajzave në veri të Kosovës, me vlerësimin se institucionet dhe veçanërisht policia e Kosovës nuk po reagojnë në mënyrë adekuate. Në një deklaratë të përbashkët ata kërkojnë veprime urgjente nga bashkia ndërkombëtare, kryesisht nga Uleksi, me qëllimin e sigurimin dhe mbrojtjen e të gjithë qytetarëve. Ata deklarojnë se sulmuesit janë kryesisht civil nga Mitrovica e Jugut, se midis viktimave ka edhe të mitura dhe se përpjekjet e qytetarëve për të raportuar incidentet mbeten pa reagim.
Autobusi i kompanisë së Kosovës Lutra Rajzen ngeci në nënkalimin më të famshëm në Zagreb në rrugën Miri Marska, një autobus 2 katësh me lartësi 4 metra u përpoqte kalonte në nënkalimin dhe u ngec duke goditur tavanin e qatisë së tij, shkruan jutarnilistë. Sipas jutarnilistit, në trafik u krijua një kaos i madh i cili u zgjidh kur shoferi arrite të kthehej mbrapa. Moti nesër në Serbi do të jetë i kjellë dhe i ftohtë me mjegulla në lugina dhe rafshina. Gjatë ditës do të mbaj mot me diell, ndërsa në jug do të mbaj mot pjesërisht i vranët, her pas here me shira dhe bubullima lokale do të frijë ere dobet deri mesatare nga veriu dhe veri perëndimi. Temperatura mëngjesi do të sillet nga 3 deri në 9, kurse ajo maksimale ditore nga 17 deri në 21 gradë Celsius.